Përshëndetje. Përshëndetje. Një mbrëma musliman. Mirë jeni këtë? Mirë që të të përrim, po bëjmë muhabet. Ti po këtani? Mirë që po bëjmë muhabet, përrim. Shi që për Zotit, inshallah mushim menna shqiptarët. Si jeni ju, a jeni mirë si kaloni, emrin e bukur e keni vendos? Po, emrin e gjeneranit emrin, Adem Jasharit. Adem Jashar, inshallah në xhenet takohemi. Inshallah ushtari ati ne kun. Bravo. Sa është nder me qenë ushtar. Po, duhet në me për vatan me djeftu dikush. Po, është në vendet tona knena ka lindja, është adet me shku të xhamia të mëdhaja, të njerëzve të mëdhej, që janë të shejtë, do më thonë, që janë imamat e tjera e tjera. Edhe unë një herë pa ta paraqit si ide, valla duhet çdo kush sa bëjnë foto, njerë duhet me shku të kompleksi atje në Drenas me shku të Adem Jashari, pastaj me fillu darsmën. Kjo kishte me qenë mrekulli, se na ja kemi shumë borxh atij vendi. Po inshallah kur të rregullohet pak më mirë, edhe atje me u bë si vend turistik, me punu restoranet, dyqanet, krejt darsmat atje me u bë inshallah. Bon si modër më thonë dishka. Do këthejt feja që që kom para lutës a që të më bu? Feja para lutës ka qenë feja tradicionale. Ka qenë ashtu të themi feja që ka ke dasht e ke këthy kryen që shtu që kingjave. Mirë po tash mas luftës ka ardhë feja e ujqve. S'ka met feja pastërtia islame nuk ka met, por shpresojmë që ka mu bo mirë, po duhet me u filtru pak personat të cilët predikojnë për fejnë, sepse na shkatrun, por edhe normal janë edhe ato rrymat e ndryshme që po ndikojnë. Po, si do qoftë, na me rëndësi është si shqiptar, me pas respekt për të gjitha fejt, edhe për fejnë islame nëse jemi muslimani. Alhamdulillah muslimani jemi. Po, aq sa kemi mundësi me dallu të mirën për të keqës, edhe nëse nuk jemi ku me diçka të ditun, çdo kush sot mundet me dallu të mirën për të keqës. Prandaj, besoj se mirë ka mu bo, por nuk duhet na mu bazu për shkak disa grupeve të vogla që janë terroriste. Unë duhet fejen para lutës. Po, e mirë, ajo është feja që me thënë, feja shumë e lehtë, nuk ka vrull të luftës, se të kishin kanë muslimanët që pasojnë fejnë islame, ata krejt Kosova, mashkujt, ishin që kanë në UÇK. Bravo, ka pak, shumë pak. Këto tash që ka bojnë trima e qesim. Kjo feja na ka majtë shumë të butë, shumë të, jo të vrullshëm që ka thonë profeti Muhammed, thot, dashuria ndaj Allahut është pjesë e besimit, pjesë e imanit. Unë me shajt flamurin e Shqipërisë. Kur se kishin lishu Kosovën? Kur? Për besë po veç më prish shumë motreme, do feje shumë më prish. Jo, disa persona dhe disa... Unë përshon një none, një grue koke familjare, koke një shami të mire, paske një familje të mire, po je një muslimane e drejt për folish. Nuk po duhet se babaki dhe unë e kom familje me peshe që e kanë gjinja. Po pesha kur që nuk kom, po ftyra. Ftyra është një plan. Pesha edhe tesha edhe roba nuk të bon njeri. Po të regon... Jo, për bes, po me dash gruja se buri me bo në zezet keshe, mund të shpija me ta bo. Po problemi, du të me shkunë si motër, si vlazni, me këshy për para, si mi familjar, du të me... Çdo kush e ka familjen e vetë, mush. Po problemi, pasha Zotin, jëm lodh me këto fejet e do shka po bojnë. Së du me përmen me emër? Po. Se në eme... Zotëria Ademi, një pakicme, as nuk duhet mjavu veshin, por sa ma larkë prej tynve, edhe me lutë Zotin sa ma shumë
siguria shtetënore me funksionu edhe me bë pak një rend institucional që hoxhallarët mos me na shoh figurat tona kombëtare, mos me bë përçarje, po të gjithë te Zoti jemi të barabartë, qoftë kristeri, qoftë muslimani, qoftë pa fe, ai që pa fe, apo Unë mazdumin e një mirë, se më konë në shtabin e UQK-s në Tiranë. Unë e një mazdumin kush është, emër, di që ka bohin qabe, kom një për krete, që ka bo biznise, për mazdumin, se për ogjallartë, me pojë prezeni ka ogjallartë mirë, por një oqë, një problem, oqë mazdumi e di që ka bo atje në Tiranë. Nisë, na kishim pas shif, mës me fol me emë. Ja, okej. Po mas i veç e vole, po ma mirë mës me tregu, ama tjetër që ka thënë Zotin Kuran, thot, mos flisni keq për njëri tjetrin, përveç kur t'ju bojnë pa drejtësi. Tash ty, shihet që ajo që ka bo, mas i veç ja përmende emrin, ti e shesi pa drejtësi, apo? Po. Prandaj edhe me fol nuk e ki gjuna, sepse ajeti kuranor 148, Surja Nisa thot, mos flisni keq për njëri tjetrin përveç kur ju bëhet padrejtësia. Oxha ka me në mësu neve pak, në politikë oxha nuk njët, dhe të me kështu politikë ato adetet e muslimalizmit. Oxha lartë nuk kam mësu tash na nuk jemi thmije, na. Po, jo për edhe ne kuptojmë të mirën të keqën. Po, ka moralin pak du të me respektu pak. Po. Jem prish si mashit, si femrat. S'po thonë mashit, po si femrat, si mashit. Never, ku të bod zot në rrujt një aksident, mos haro. O zot, o zot, o zotin Allahin du të me gjithë me falje, me lutë Allahin e koshin falje, aj në ka falj, aj në merë, si pasonikin, si zingjinin. Qëre, une hemrin që përta ka të zoj vërtet, po familja jame ka një mu shumë edhe në luft, nona jame ka një mu edhe në luft, po në dysh ka një pyjtë të më bëha. Nëse do një të mire me më bo mua, ose unë tyje, Allah e shenë. E tash unë me quë ty në publike, me ta quë një dime, ty me ta quë një paket, për me fjallat, të kom quë 200 euro. Ja, më drejme, ja, muë, ma din Allah i kom shimë falë. Tis ma dish, bëva ki Allah i ma din. Ato që se bon edhe e merë bajrakin dur, ato e ke bo për veti. Për veti, për Allah, ku që është ki bo? Për emrin ton, me dalë emri, jom kush jom. Ja, unë kush e qëm. Po, kër e bon për Allahin që tha ti, kër e bon për Allahin, ajo është e pranume, plus, ka thot Allah në Kuran, që se ti e jep një, unë e kom e t'i dhonë 10. Bravo. Që se e bon një të keqe, unë e t'a jap me një të keqe. Një rast që po të regoj, shkon Imam Aliu t'i vinë mysafir në shtëpi. Edhe shkon të furragjia, edhe i kërkon ati, i thot, a ke thot buk se kom mysafir. A i thot furragjia, i thot valla i kom veqja 2 buk. Kyja jep 2 buk, mas një kohë, Imam Alia, ky furragjia metet pa mil metet, por një Mamalia ka qenë njëri halifa aty, si njëri i shtetit. Edhe i thot ky, ja imam ku marrë me t'i lyp një 2 buk hua. Thot, jo 2, po që 20 unë e ty t'ja. Sepse një ta kishe dhonë 10 t'i jep të mira. E 2 i ka dhonë 2 buk, kyja ka këthy me 20. Prandaj, nëse bëjmë në emër të Zotit, ka me na u shpërbly 10 herë më. A nëse bëjmë në emër tonë me ndalë emri, 1 me 1 shpërblimi, veç për ty. Ja la sen s'kime bua. Shumë bukur, edhe sen s'kime. Unë s'më daj famë me të një mu ty, por këmë daj për Allah, po shqipaj me një popullin me një mua. Po, pash ashtu, bash. Vala po foli gabim do fjallë, po shala Allah më bërë. Shumë mirë, keni folë bashkë mirë që bëne se bepe të regume dhe këtë ndodhin që Allah i... Po, më se për ta marru një shpiju në tyve. Po, Allah, atje ku qëkojmë, isha Allah në pranon ati në 2 janë.
E din kush e ka bo filani festeki, ka maru filani festekit një shtëpi. Une, zotri Adem, unë nuk pajtohëm pak, e kemi edhe një tjetër po kërkon me hi, veç ta kryme qëto. Unë për veti, me këto fondacionet që po të bëjnë me miliona para, që po e qojnë një smut në Turki me 200.000 euro, e spitali veç po fiton një 100.000 kusur euro, apo që po regulojnë shtëpia, për shembull në Vushtri, ky Elvis Naçi ka me rregullu një 50 a 500 shtëpia. Po, bravo e kohë. Po, kjo nuk është as pak mirë, për mendimin tem, do shta jam gabim, sepse Islami ka ardhur mi barazu klasat. Ajo ti me bo një mahall me fukara. Ka njerëzi që po thojnë valla jam shumë e nevojshme për shtëpi, po vjen mare me shku në atë lagjën ku janë krejt fukarat e Kosovës. Prandaj, unë e mendoj se shteti duhet na po japim të atyra shtetit, po japim lloj të mira këtij shtetit, e kanë fondacionet e tjera, kanë fitimet e veta. Unë për mendimin tem, fondacioneve i kishëm thënë ju këto, sidomos që miren me shtëpia dhe me shërimin e të smurve, unë i kishëm thënë që duhet me i dorëzu parat e tyre, fondet e tyre në thesarin e shteti duhet me ja rregullu këto çështjet e banimit që kanë problem. Ajo me shku me i qit aty në objektivin e kamerës, qit njënin, qit tjetrin, po i turpnojnë. Edhe një pyetje të më bëvësh në emër të Alit Kastratit. Po. Bëni like, bëni fare. Edhe nëse bom për Alit Kastratit, inshallah në Alit në dhaj. Po. Alit i ka një mu shumë, Alit Kastrati, Allah i shpërbleft. Po jo ndo gjona, të Alit i po shoh, unë e vetë, personalisht. I një mot aty me sakatit. Jo njëri shnosh. Mos e kupton asën, posh zotën. Jo shumë një. Pesho do nuzet, do të rejet, shkojnë të Aliti me shatirat, me flokë dhe me sene, baba ki greme nuk e ka ato shatirat, ne? Ajo sakatën nuk ka, syti ka pun për gjithë shka. Mo shkoni, jeni ato sakatët në të marin, buk, ose dishka, ose ndime. Imam Aliu çka ka bo? Kur i ka pa që kam pas njerëz i fukara, ja ka dhënë ka 1 lirë. 1 lirë ka qenë atë kohë si me thënë 300 euro për një familje. Plus i ka thonë, ti ki me marrë një 10 ari tokë, ti ato, ti këto, edhe keni me punu. I ka dhënë subvencione, i ka dhënë farën, ja ka bo ato vijen e ujit sen, edhe i ka thonë kreç ka punoni, të ajo toka është e juja. Që do me thonë, edhe unë e kum pas një vrejtje, jo vetëm Alit Kastrati, po këtë fondacionet shkojnë me një fshat atje, i ndihmojnë një gruas me 2 fëmijë, e cila vllaznit e saj nuk ja kanë dhënë hisën, domethënë vllaznit e saj e kanë kushtet shumë të mira, po shkon Alit Kastrati, e qet aty nonën e saj, e qet gruan e shnosh me krejt mira, zoj, shko martoju, shko merreni, të ka vdek burri është gjë normale, sesa ti me jalon hisën vllaznive e me ja marr hakin e fukaras, as e smut jo, as qor sakat jo, kjo është shumë absurditet, po qështu po lahen paret në për fondacionet. Prandaj, unë gjithashtu zotri Adem, kam edhe shumë familje, njëna prej këtyre... Mos e kom të pru, zoti ma bona dhall. Shumë mirë, njëna prej këtyre është një grue me 2 fëmijë, edhe menzi e pagun qiran mujore, edhe është shumë e nevojshme për me pas një banesë të vogël, ose diçka, po thot nuk po mlojnë fëmija me shkut, as të Adem të ky Alit Kastrati, as kërkun, tha. Më kanë thonë fëmija, në qofse ti non shkon me na qit neve në kamera, sen, na mo hikim për shpis, kur nuk vim të ajo banesa. Unë ma shumë të që. Unë i kom dhënë vrejtje në televizon atë këti Alit Kastratit, edhe faleminderit Zotit, Aleikum selam atit, faleminderit Zotit që ajmë ka dëgju, edhe ka thonë që, i kom thonë, o Zotri Alil, okej, ndihmoni fukarave, po s'ki nevoj bre fotografoja shpin, fotografoja qysh ka qenë edhe qysh është, ama jo bre ftyrat e fëmijëve mja që
Bravo. Ndë ai fëmia, kur po shkon në shkollë, ai po bulizohet, ai po Bravo. përshënohet, pi vjen mare, se sot, Bravo. fëmia i fukaras edhe fëmia i pasanikut, kur shkojnë në shkollë, nuk dallon, ai kanë barkin plot, ai kanë teshat, se sot me 3 euro për blen një bluzë. Ose pi japin njëri tjetrit, fëmia i fukaras edhe i pasanikut nuk po dallohet. Ama ti Është një- kur të qet në Edhe një televizion, minutë, atje si ka roba tjera. ti po Ki shku njoni një qepin me bled. Ki shku njoni një qepin me bled një fukara. Edhe thot ai zinxhini zot kujt të shku më zotëri, thot po shkojnë një bas një qepin me bledi basmegjia. O sa pare ki thot 20 euro. Oke thot vetëm për mua sa pasunikit një qepin. Shkon thot selam aleikum selam. Sa keni këto qepinin thot 20 euro. Po ka qu një pasunikë thot më i shtrenjtë sa është. 25 euro më i shtrenjtë është. O, pak ma i strash. Po, thot, a vete për mua sa është ai qepini, thot, po, sa, veç 5 herë pas këtë delim, si a i fakaraja, si zinxhini, kina me një dhe. Selam aleikum, Allah i shpërblev. Selam Adem, shumë faleminderit për të bisedat mira. Selam aleikum, alhamdulillah. Selam, shumë faleminderit. Bre, Mustafa kërkoj me hy, Mustafa MB. Okej, tash vjen. Kështu pra të nderuar miq, është interesante kjo puna dhe falenderoj Alil Kastratin që spaku kur i kam dhënë këtë këshillën që mos m'ia qit fëmijëve spaku fytyrën para objektivit kamerës, ai ka thënë një herë tha, pati dalë në për portale, në për televizion, e tha, ajo Zoja Iqballi të punon që shpunon me fukarate vetë, mirë po unë këtë metode kam, po nuk shkoj 2 javë ditë, tash elhamdulillah, kretë fëmijëve jam mbulon fytyrën, nuk ja qet pra, ja bon mjegull me katrore dhe nuk ja qet fytyrat e fëmijëve. Po inshallah edhe të prindërve kadal i largon, se dhe ata tërpnohen.